Në salë jemi të pranishëm 93 deputet. Vazhdojmë të pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Andaj ftoj PDK-n, propozoj një deputet parantar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet parantar të këtij komisioni. Ftoj Listën Serbe të propozoj një deputet parantar të këtij komisioni. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet parantar të këtij komisioni. Me që nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 52 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka asnjë, abstenim nuk ka asnjë, nuk kemi kvorum. Atëherë ndërpritet seanca dhe shihemi me 13 qershor në orën 11.